që para 3 muajve është njoftuar me një vendim paraprakt se do të hyjë fuqi në implementimi i kësaj pike të ligjit dhe as nuk ka pasur mundësi që të përgatitur askush dhe njëkohësisht jemi para një situate që ne jemi të folur për një qershor që do të implementohet, por kompanitë prodhuese janë mbetur para një situate që nuk dinë se çka do të ndodhet me fatin e tyre, e mbi gjitha me fatin e 143.000 punëtorëve që janë pyetje 143.000 familje të cilat varen me prodhimet dhe me kompanitë të cilat punojnë në tregun e Kosovës. Me që përmendim papunësinë, së fundi ka dalë edhe rezultati barometrit të Bashkimit Evropian që flet që një ndër shqetësimet kryesore të qytetarëve të Kosovës është papunësia në vende dhe ngritja e çmimeve në përgjithësi. A mendoni ndoshta që institucionet aktualisht pas reagimeve të njëpasnjëshme sidomos të odës ekonomike dhe të odës amerikane do duhet ndoshta të pezullonin vendimin derisa të shqyrtoheshin më mirë ndoshta edhe ofertat e tregut për energji të lirë? Me një logjik të shëndor do të ishte udhës që të reagonin dhe do të ishte udhës që të reflektonin, të bashkëpunonin, të konsultoheshin me organizatat që mbrojnë bizneset, konsumatorën, ekspertit, njëse problemeve, sepse tek e fundit të gjithë e kem obligim moral që të kontribuojmë do të për një interes të thotë publik, për një interes shtetit, që secili vlerësoj që ka qysheni gatshëm që t'je do të thotë për me dhonë një kontribut. Por si shihet interesi i qeverisë, i Zotit Kurti dhe i zërres nuk ka fare interesim që të bashkëpunoj pra ata me sjelljen e tyre, sidomos me paraqitin e djershme të kryeministrit Kurti me deklaratat e tij skandaloze, ma vetëm e ka hup kontaktin dhe ma bizneset, do të shoqatat që mbrojnë bizneset dhe në përgjithësi tashmë do thotë vetëm në komunikim e kanë përmes gjykatës, sepse ma shifet që ai nuk është interesuar deri në atë pikë sa që do thotë e ka krahasu do thotë me rojet e urës, me ato kriminale do thotë në veri, pra një kategori e cila ka kontribuar për 26 vite në arkën e shtetit, e cila ka kontribuar në rritjen e punësimit dhe do thotë në përgjithësi zhvillimin e tregtisë së lirë në vend, dhe sot do thotë vjen një pikë që në vend që qeveria të jetë përkrah bizneseve, sepse këto shifet që edhe kategorizimi dhe përqindja që ka tentuar të nënçmoj thotë nuk mundet të dëmtohet 99% për 1%, a shumë e vërtet që në përqind janë 1%, por e përmendet zoti drejtët që 140.000 punësuar janë aty. Kur merr nivelin e përqindjes të punësimit dikon rreth 400.000 janë punësuar në sektorin publik, pra aty bjen pothuajse 50% të fuqisë së biznesit, mos më shumë sidomos tek pjesa e kapitalit, tek pjesa e qarkullimit tyre, tek ndikimi në arkën e shtetit. Pra këtu nuk është interesuar fare do thotë qeveria në detyrë dhe ishte edhe një gjatë bisedës që ndëgjova dhe parafolsin që ka qenë jo i menduar mirë, më vlerësoj që ka qenë shumë i menduar mirë, po tenton që ta kontrabandoj.